A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bas një pauze gjatë themi, do vazhdojmë me derset. Neve këtu jemi pothuaj çdo natë, po ta bëjmë një lajmërim për derset e YouTube-it, se shqyra Allahut, mesazhe në rrugë kur na shohin njerëzit, hoxho, gjubo me derset, e në më shumë duket e kërkojnë se vadul adhamin. Do me thënë njerëzit, elhamdulillah, interesohen për me mësu akiden e vërtet të ehli sunnet vel xhamatit. Dhe akidja e ehli sunnetit mësohet seriozisht. Do me thënë ne këtu do mbajmë mezhlise serioze, tamam. Krahas aty në bisedave, muhabeteve, çaj, çipsa, smoki, ku e di, do ndajmë njavët 1-2, nëse duhet çdo natë, ku e dish, do mbajmë derse serioze, vetëm ashtu për hapet bereqeti, nuri, e në çes siç e shohim, sa vjet u bën. Sa vjet u bën, elhamdulillah, vazhdojmë, e në shpirti pim brenda kërkon ders. Unë që këtë e kam ëndru në jetën time ta mbri me një shoqni të ngushtë. Allahu Teala na boni nasip, në saje që punëve të internetit, YouTube-it, të hapet në vende më gjëra. Besoni njerëzit son presin dale do një ders. Njerëzit çdo ditë hyjnë te kanali prej ta shoh më ka dalë do një ders. Atëherë kjo neve na shton përgjegjësinë. E shefni se hoxha do një lëshon ler, hoxho hajde të mbajmë ders, tamam, se insan jemi. Insan jemi. Kaloj një vit i vështirë, unë ashtu e quaj, pin hatmen me fëmijë deri te hatmja tjetër me fëmijë. Ose pin Ramazan deri në Ramazan, një vit e quaj unë. Në futbol quhet pin qershor deri në qershor, ku e di? Në shkollë pin qershor deri në qershor, e në futbol çashtu, e sapet i bëjnë atë. E unë e kam që pin Ramazan. E kur mbaron Ramazani pak duhet me pushu. Ama dënjera i pushimi zgjatën shumë. Atëherë derisa u përmend xhamia në talebet. Këtë nuk e kisha në plan, po nuk du të ngarkoj xhamatin e derseve serioze, me këto biseda, po ka edhe talebe, ndoshta në familjar të tyre që ngjojnë derset, u bën afër 2 ose 3 javë, unë si kam dhënë dorëheqje nga xhamia ime ku jam rrit, ku kam lujt, e në mbafqe si fëmijë, ndoshta e në brenda si fëmijë, dënjerë teravish ku ishim nguceshim. Ma pa urita, elhamdulillah, fillova aty të fali namaz, hapat e para, udhëzimet e para. Ma po bona hoxhë, elhamdulillah, që se prisha. E në xhamin teme që aty, elhamdulillahi rabbil alamin, e ne kam kalu 8 apo 9 vitet më të ambla në jetën time, me njerëzit më të ambël që mund të ekzistojnë fëmijët e lagjes e familjarëve tonë, kështu me rast. E ne kam pas punë me familje shumë të shenjta që vetëm më kanë shtu në derin që kam pas punë me ata. Allah i shpërbleft ato, po ashtu vendosa une, këtë vendime kam marrë vetë, edhe të deklarata që e kam dhanë të Mufti Efendia që e dorëzova me vullnetin tem, me dëshirën time, pa fesate, pa keqkuptime, shqyqyra Allahut, vazhdojmë se Islami është shumë rrugë serioze, e ne nuk na ngjan neve të miremi me muhabetet kota. Këtë ja thom njerë vitit tem apo. Elhamdulillah që u kam juve, do miremi me punë serioze. E tash mund vazhdojmë me dersin. Vazhdojmë me dersin se vadul adham. Ja plotësojmë dëshirat xhamati atë qitape, do natë dhe vazhdojmë. Dersi i fundit ishte meselja e 4, se ky qitap përbëhet për meseleve që duhet t'i besojmë ne si musliman, dhe janë parimet e akides e ehli sunnet vel xhamatit. E fund të ishte mos me e bë tekfir asnjë musliman. Tekfir gjiven, keffera ju keffiru, tekfiran, i ven nga rënja kufër. Kufër është, vetë bëhesh zotin arrujt kafir. Tamam, keffera jekfuru, kufran, kafir. Kur e shtrëngojsh fëjen, keffera ju keffiru, tekfiran bëhet rënja. Me qujt dikë qetër kafir. Tamam. Ky bani qufër, ky vetë u bë kafir. E tash ti e bëjsh tekfir, do me thënë, ti e qujsh atë kafir, e nëse është musliman, pavarësisht se i ka gjunafet e mëdhaja, neve si ehli sunnet nuk kemi drejt me e bë dikë tekfir, do me thënë me angjit kufrin ati, me akuzu se ki a bë kafir. Ha nivelet tona të takvallajkit, sabri i dobët,
ajo iradja e dobët. S'ka lidhje kë, nuk dha përmend emrin, më vije sikur reklam. Pi klasikëve, domethënë para 1000 vjet. Lexojsha atë. E ngjojsha edhe thoshte. Kjo s'ka lidhje me dersin, po janë e këto ndërmjet rreshtave japin shumë mesazhe të mëdha. Një prej dietarëve klasik, nuk duhet t'ja bëj reklamën se është i devijum. Thot, njeri kur fillon bëhet gjunafe, ose më thon vetëm gjunafe. Kur së bëhet ai që do të bëhet. Themi ti dush të vendosish mo çaj nuk do pish. Pse s'e mbajsh atë vendim? Dush me këtë njeri mo edhe njerë nuk dhe rasprave, nuk dhe hy në dialog hiç, në polemika nuk dhe hy hiç. Në familje që ndodhin ato grindje për shembull. Burre, grua, nan me vajz, babe, bir. Thush edhe njerë nuk dhe bin në atë nivel, nuk di bëj këto gabime, këto fjalosme, prap e bësh. Ka pek iradja, vullneti jot. Vullneti jot bie kur flasi shumë. Shumë interesant gjema, këto në analiza një dietarit klasik, tamam, është i devijum në akide, ama halise ka qëllu. Do me thënë, kur mësohesh të flasi shumë, bla 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 me këtë, bla 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 me atë, do pësohet iradeja. Irade do të thotë ai vullneti, ai unë jot, autokontrol jot. Tu fol ma shumë, flasish edhe ma gjërat kota, tu shku, iradja bie. Dhe çat momente pret shejtani. Fëst, ta bën edhe ti, biesh në kurthin e atij. Shaje e shajsh. Fol bashpinë, folish bashpinë. Ofendoje. Pse? Ka pek mo iradja. Ai vullneti, ai autokontrolli. Si dhe e kthesh? Dhe sot bashkë kjo temë është, njerëzit do mendojnë kurse pa lexim. Na be pa lexim, po tetov është kjo, apo tetov e vogël me muhabet e kot nuk duhet me u marr. Neve do shikojmë Islamin me përhap. Dhe do kaloj bash tema e teubes sot. Meselja e katërt ishte mos me e bot tekfir dikë, shkaku i gjunafeve, e tash si një nën titull dhe e marrim a ke bot gjunafe, duhet me bot teube. E tash inshallah do vazhdoje dersi. Dersin e fundit e kemi mbaruar me atë rastin shumë emocional të një sahabiu me emrin Ukashe, që kërkonte të marrë hak nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, se i tha pejgamberit një herë ti me kam xhik gabimisht mraje mu dhe më doq shumë dhe unë isha i zhveshur kur mraje, duhet edhe unë tash ti të zhveshesh dhe të bie. Dhe u boni sken shumë e dhimbshme aty, sahabët e dini si kanë reagu, po pejgamberi alayhi salam e la dhe Ukashja e shfrytëzoi atë rast për me aputh shpinën pejgamberit ku e kishte atë vultë pejgamberllëkut sallallahu alaihi wasallam. E tash vazhdon dersi radhës. Thot ky dietar i madh, ky myfti i perandorisë osmane. Kush e bën një gjunaf të madh dhe shoku i tij thot bëj teube te Allahu. Teube do thot me u kthy te Allahu. Sepse ke bën një gjuna shumë të madh. Dhe kush bën gjunaf të madh, Allahu Teala do ta ndëshkojë atë ditën e Kiametit me një ndëshkim shumë të dhimbshëm. Tash ky që e ka vepruar gjunafin thot, së shpejti do të bëj teube. Ky njeri do shkatërrohet. Themi unë e shoh se shoku jon bën një gabim. E ne i thom, ama jon syt njerëzve, ne këto pak duhet neve me imat. Ajo ofendim me abo në syt njerëzve, kritikën apo atë këshill për me bë teube. Tash unë si hoç, edhe ju si xhamat, ne ja dim një qetit, do të lëshime, do gabime njëtë pas. Rim gjati çdo ditë bën. Tash thom, Ibrahim, kjo është ofendim i madh, nuk i ngjan hikmetit të një hoxhe që don ta ndjekë sunetin e pejgamberit, kështu direkt në përsyt njerëzve. Kjo sidomos për prindët pak le të jetë një vërejtje, shokët e klasës aty, shokët e gjeneratës aty, tak! O, xhamat, që këto gjenerata ne duhet t'i bëjmë terbie. Neve që këto na hikën. E nuk i marrim shumë serios, ama çfarë ndjenja është kaj? Ai që këtë moshë e regjistron një ndjenjë dhe s'ta harron kur. Talebe e kom pas, klasa e 6 ka qenë kur u bë talebe, 2-3 vjet në xhami. Edhe normalisht e mbaroi shkollën fillore, la. Tash ka marrë vesh se hoxha është largu nga xhamia, mbledh të afërmit e vet, dum ta shohim hoxhën vizit. Tash i ka bë 16 vjet. Allah i rujt. Shif 16 vjeçari e din edhe këtë ta bëj, këtë sa i gi. Nuk ta harron. Çani të mirë. Mualim ja kam mësuar pak. Qelime i shahadetin, shartet e namazit e kështu me radhë. E nëse kena bëhat punë hadisi duhet. E nëse ne bëjmë hadisi duhet. Allah i na fal. Ama shif s'ta harron. E ne vije me një dhurat të shtrenjtë, te i mbarohesh, thot njeri se përballë keni 46 vjeçar.
16 vjeçari. Subhanallah. Edhe ndëjem çdo herë në ndikimin e asaj se është taze, e sidomos sot u emocionova shumë, Allah i arrujt me gjithë familjen, me prindër, me gjysh, me gjyshe, këtë talebet e mi, Allahu Teala i rujt. Mirë. E tash para syve të njerëzve nuk bën, tham. E ky njeri shkatrohet nëse thot së shpejti, tamam, inshallah, nesër, qeni që këtë punë ta kry, shumë e bën njerëzit tonë që këtë. I thuish, mos bese ka vdeki, hajde mo hyn havale, e nësa presish. Që të vaj Ramazani, oj, taj, po 40 Ramazane nëse kanë kalu, a me ndush se dhe 40 qera dhe mbrish. Ama duhet me pas njetin shumë të pastër kur i flasim këto, vetëm atër ndikon. E duhet ta dush, ndoshta sa viti jot të mirën e ati ose asaj, kur i apim një këshill. Thot dëshkatrohet, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, ata që thuajnë së shpejti do të bëj teube, pejgamberi alayhi salatu wasalam thot hele kel musawifun, ata që e shtyn teuben për nesër u shkatruan. Ndërsa ai që bën teube me një teube të sinqertë te Allahu xhelle xhelaluhu, ati nuk i mbetet asnjë gjunaf. Pse? Ka thënë pra pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam, et-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba leh. Ai që bën teube nga gjunafet është sikur s'ka hiç gjunafe. Et-taibu min adh-dhanbi kas-sabun min ath-thawbi. Teubeja, ai që bën teube nga gjunafet, është një lloj se me i lajt duart apo tesha themi me ndonjë sabun, si del ai llom i zi apo. Dum ta lajm tepikin. Kush e di çka do dalë pjat. Ta dim as sken kur do e lajm tepikin. Kur do i shohim ato llome tu dalë ai pluhën tu dalë. Të mendojmë edhe të jemi të bindur se 100.000 herë më tepër kemi ne llome dhe bërlloke në zemrat tona shkaku i gjunafeve. Ma pa nuk mjafton veç gjunaf tjetë. E në kohën kot të harxojmë, e në muhabetet kot që i bëjmë, vetëm e përlyn këtë tepik që e kemi këtu. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ky hadith më ka çudit shumë xhamat. Tash nuk do hym në vlerësimin e zinxhirit lëmin e hadithit. Kjo vetëm një vas. Ruvje, do me thënë, bëhet rivet se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha qala al-abdu inni akhafu min an-nar. Kur thot robi Allahut, un frigem nga zjarri i xhennemit. Mirë po këtë e thot, hiç pa bë teube. Ai njeri është gjunafqar. Du thëmë gjunafqar. Ai njeri është gënjeshtar. Kur thot robi Allahut, au shumë i frigem zarmit xhennemit. Ditë në teken gratë tona. Nan, teze, hall, gjyshe. Gjyshe s'mund të jenë grua. Gjyshe. I kanë ato qif, ato mabet, au të bistik fa, ama të nesërmit e para është që dhe luje qishek në darsë. Qashtu janë këto gratë. E thot, au të bistik fa, ama drejt këshilla e parë gjallit vetë për darsë, më thot, hin kredit, derim fyt. Thot, një njeri që thot, unë i frigem zjarit të xhennemit, e në nuk bën teube nga ato gjunafe, është gënjeshtar apo gënjeshtar. Kur thot robi Allahut, inni eshtaqu ilal gjenne, unë e kam mall, ka ra malli për xhennetin, që ato ilahijet tona. Shumë të du, ja Rasulallah, ka marr malli për ty, ja Rasulallah. Ajta shofim. Walem ya'mal laha, dhe nuk vepron për me fitu xhennetin, fa huwa kadhab ghayru taib. Ai është gënjeshtar dhe nuk i pranohet teubi atij. Do me thënë, s'ka bë teube. Jo nuk i pranohet. Është njeri pa teube. Wa idha qala al-'abdu inni uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kur thot robi unë e dua të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ittiba'i sunne, pa e ndjek sunnetin e tij, fa huwa kadhab ghayru taib. Ai është gënjeshtar, ai nuk bën teube. Tash këtu duhet ne u ndal. Sa e ndjekim sunnetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, është një pikpyetje shumë e madhe. Mirë, po me një vet duhet jemi të bindur si e di kush jam. Emnin e dish si e ki emnin? Po, 100%. A e dish se jem mashkull? 100% e dish se jem mashkull. Vallaj me qatë bindje e dim se ndjekim sunnetin e pejgamberit alayhi salam. Ku? Në akide, në iman, në besim. Jo në nivelin fuqin e imanit, ajo s'ka shansa. Ama si don pejgamberi, qashtu besoj. Niveli është qëtër punë, Allah i na falt. Ama në pikave që ka thënë duhet t'i besojsh, elhamdulillahi rabbil alamin, edhe inshallah nuk themi, sigurt qashtu i besoj, apo? E që vetë që këtë mund të themi. E ma pa sunnet e qera, 5 vakët namaz, farz janë ato, ani sunnet janë, se duhet jetojsh
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ma pa, këtë sunet e qera një nga një, po edhe nëse së një bëjsh, të paktën duhet pinë zemër t'i dush ata. Ku dhe e diktojsh, a e dush, a jo? Ku dhe të quet se ndjekish sunetin e pejgamberit? Hoxha unë së një bëj do sunete. E dish vetëm me cilat kushte, apo në cilat rrethana do tolerohet kjo mos e ndjekish sunetin e pejgamberit. Kur dhe shohish një njeri se e zbaton sunetin, të kesh mall për atën e lakmi. Nuk inat. Nuk t'ja nënçmojsh ati. Atëherë edhe nëse s'ki e mjekër, botën tjetër dhe jesh me mjekër, inshallah. A nëse ki e mundësaj që s'kas një penges, po hajt, frige, shpuna, nana, gruja, tezja, të gruja më mbarja e madhe, borat më dhejnë e atë të lishojmë, po. Njerë gjeni gra, ma pa dhe bëjmë muhabet, ajo qëtër pun. Ama besoj se të mjekra, të tërleki mund kapak hapat bëjmë. Si të presim, nuk dhe vajnë kushtet. Mund t'i bëjmë ato. Të pak të namazve, dalish për jashtë 2-3 ditë dhe vëndështu, 4 ditë kur do të vajnë bare pi pejgamberit a.s. Ma shumë se gjithë vajnë bare pi njerëzve. Hoxho shumë direkt, o vallaj, unë e kam qenaj. I njëti, që. Tëk tërlekin, që këtu fix kumrit e tërleki, mërnejcat. Që aty si kun vizatohesh të dë një tërlek në botën shpirtnore, mbarja e madhe e para njerëzve, së ne zbatoj një sunnet. 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, elhamdulillah, Allah. Më veç duhet me luftuat në djenja. Ha, hitësën e bone, hoxha mobe, më mguc, atër të paktën kur dëshojsh ata që e zbatojnë sunnetin, me gjithë dashni duhet me i shiku. E ne tash që jemi në teren, në hoxhalarët, me një shikim e diktojmë njerin, kur ta shef shallin e në mjekrën apo gjybben, a i pëlqen kjo pamja apo nuk i pëlqen. E ne mund them se jashta xhamiave ma shumë na pëlqen. Në xhamia brenda, subhanallah. Do me thanë, kur thot robi, unë e dua pejgamberin, edhe nuk e ndjek sunnetin e atij, ai është gënjeshtar, nuk ka teuba e njeri. Dhe kur thot robi Allahut, inni eshtaqu ila mu'anaqatil hur, unë kam mall për me u përqafu me hyriet në xhennet. Me hyriet në xhennet. Se di, nuk kena pan këtë dinja pa të kemi mall, ama në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk e kemi pa. Ama mall të madh kemi dhe dum ta shohim dhe ta përqafim. Prandaj jo se nënçmojmë nimetin e xhennetit asnjëherë, ama o ta di se të mbohet nasip ta përqafoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam botën tjetër, s'besoj se të na shkojë diçka tjetër ndërmend. As hurie ndoshta. As gratë kësaj bote. Hiç nuk. Ja. Pejgamberin aty, o as juve nuk, as ju hoxhën. Se është aty kryesori aty. Ja Rabi na bëj nasip. Ja Rabi na bëj nasip. Veç mos na quaj gënjeshtar, ja Rabi. Këtu mos jemi gënjeshtar, gjema. E thot nëse thot kam mall, më ka ra malli për hyriet e xhennetit. Ulem yaqdum laha mehran, dhe nuk nxjerr t'jape mehr për ata hyriet e xhennetit. Sa e kanë mehrin? Ai grad këtë dinja për afërsisht i dim, tetof, se di sa lira, çka është lira, është lira. Ha? Sa e kanë mehrin gratë xhennetit? Sa e ka për afërsisht ai fal. Folve. Habe krop dhe me fol. Berat sa e ka për afërsisht. Ha? Zjadin sa e ka? Pa lira, ndoshta shikim ta ulish. O, bravo. Pik pamje e bukur, shumë pik e heshme, bravo, halal të koft. Shumë gati, e doktora kje edhe një mendim. Sa mund tjetë mehri i gruas e xhennetit? Unë e sa e kishave, e bonëm hesab, s'dil të kur zhën, dhe me ndodhë dë njëse shqyqir Allah. Se njerëzit tonë e bëjnë mehrin me do të shmime, se i thujnë, të pa rriqme. Ndoshta si beson, ja fut kote. Duhet 100 lira. I sa bëjnë 100 lira. Abia kje dhe një mendim, sa mund të jetë vlera e mehrit të një gruaje të xhennetit? Unë jam si Zjadeni, sa më shumë të praktikojsh islam, si Zjadeni, që ajo është që është namazi i natës. 2 reqat kush fal namaz nate, Allahu Teala ja bon nasip një hurie. Për çdo 2 reqat, për çdo 2 reqat. E ne kishim një kolegë aty, në medrese, me zat nalë të bëjsha njetë, bëna njetë fali të gjutë namazit të më gjoje groja. E ky njeri që
Të paktën ne mos I shprehim këto fjalë, më ka rram malli I du shumë, mos bëhemi shtiraves në Islam. Ta pranojmë se jemi për kërkon. Ndoshta çatëra Allahi hatri I sinqeritetit. Hoxha më ashtu tha, besim jopi të sinqertëve. Besim sa deklardander ma bani Kemal Efendia. Elhamdulillah mundohem të haroj. Të shtajrë me s'ka gjema. Jemi për kërkunt. Me këtë nivel të imanit që jetojmë, shumë zor të ta shpëtojmë imanit. Vetëm të na mëshiroje ja Rabbel Alemin. Hatri I dashnis për pejgamberin që e kemi ndoshta. Hatri që kësaj vaktit fitneve që mbledhemi që këtu bëjmë dhe një punë të khairit pa e nguc asnjënin. E në kjo është me rëndësi. Nuk duhet me nguc asnjënin. Duhet kemi respekt me këtë, kemi njerëz të qetë. Ama kur të na ngucin neve, po nuk dhe sa vish punën të të ngucë e bëhorë, hiqu, që? Apo, që, usos puna. Krefën, tema, ama jemi shumë serios dhe punojmë vetëm për Islam. Edhe ky është gënjeshtar dhe nuk ka teube nëse nuk punon, pra nuk jep mehrin grave të xhennetit. Fetaibu Habibullah, ai që bën teube është I dashuri I Allahut, wa habibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dhe është I dashuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kema qala Allah, ashtu si ka thënë Allahu Teala, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Allahu Teala I do ata që bëjnë teube, wa yuhibbu al-mutatahhirin, dhe I do ata që pastrohen, se kur bësh teube, pastrohesh prej gjunaheve. Hoxhallarët e vendit këtu që I kemi pas, hiç mos dalim jashtë kufive tona. Ata që I kemi pas shembull më të mirë të Islamit. Hoxhallarët këtu që kanë jetuar te Tov, që I kanë lexuar këto kitapet e vjetra. Ato çdo xhuma kanë bërë tejdidi iman. Astaghfirullah, astaghfirullah. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Çdo xhumë kanë bërë çka. Me ripërtrit teuben edhe shahadetin. Nuk do të thotë se ke dalë pi dini, por veç kur e shqiptojsh këtë të freskohet njerë imani në ato teube që I kishin bën jetët tonë në fillove të I prajshish prap. Çdo xhumë, tak. Neve në këtë vakët gjunafeve telefonave sen, çdo ditë duhet ta bëjmë çka dhikr. Vallahi çdo ditë duhet ta bëjmë. E në alis para se me përfundu me xhlisin këtu, një istikfar të madh me e bë, edhe çashtu të shpërndajmi në shtëpia. Po ashtu ka thënë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yaqbalu tawbah min al-abdi ma lam yughargir. Allahu Teala pranon teuben e robit të tij përderisa nuk ka bë gargara. Gargara do të thot kur e shpërlajmë në gojën kur marrim abdes bëjmë gargara apo madmada I thuajnë arabisht, më në qytet tu I kemi thënë gargara. Do të thënë kur e shpërlajmë te fytja. Gargara do të thot kur mbetet aty shpirti I madh. Kur është u dal nga trupi. Në momenti I fundit është kur del nga fyti. Nëse keni ndodhur te dënjani që e ka dhënë frymën e fundit, unë te njëni kam ndodhur, nuk se kam ndodhur shumë raste, ama njëni që kështu hadis I dul një zat që kështu edhe e dorëzoi amanetin. Do me thënë fryma e fundit ndodhi. E në këtë kur thëmë ndodha une e pa minqizimin. Muezini joni I xhamis, ish muezini, tu lexu Kur'an që ashtu e dorëzoi amanetin. Sot ja bënëm muhabetin që aty me një dashamir. Allah, ja Rabi, na bëjnë nasip edhe neve një vdekje të hajrit. Pranojnë lutjet. Një hoxha jonë në Stamboll, gjdo ders po thuaj se që këtë duaj ka bo. Ja Rabi, ma merë shpertin para rahlis. Rahli I thunë që kësaj tavolinës vogël, ku vendohet Kurani ose libri që lexohet në ders hoxha. Dhe vërtet mas namazit sabajt, kthehet ka xhamati, mbaje ders, vën një hajin, e shpërthen dhe që aty dorëzon jetë fiks në rahle, Allah I ti pranon lutjet. E në bashkë të e lezu librin më të dashur të ati që e ka pas jetën e vetë. Allah I gjithve në bëf nasib një vdekje të bukur, amin. Do me thanë, pejgamberi ka thanë, teubja pranohet përderisa nuk ke bë gargara. Do me thanë, mo shpirti o të dal, qilen perdet, shohish diçka tjetër mo nga dimenzionet qera.
Dhe ky dietar tash merr shumë mendime këtu, shumë thellë ka hy, a pranohet, as pranohet, deri kur pranohet teubja, deri kur nuk pranohet. Shkurtimisht neve me thënë, Fakhruddin Razi e përmend këtë në tefsirin e vet, thotë kanë thënë ulemat e vërtet se afrimi i vdekjes, momentet e fundit nuk e pengojnë kabullin e teubes, nuk e pengojnë të pranohet teubja, po kush është penges nga që kjo dakik, nga që kjo sekund nuk do të pranojnë teubet, është mushahedetul ehwal, illeti jahsulul ilmu, indaha ala sebilil ittirar, thot Fakhruddin Razi. Kur fillosh ma të shohish nga perdja tjetër, nga dimenzione tjera, shohish me lajqe, apo shohish gjendje nga bota e berzahut, dhe mo 100% e dish se ahireti ekziston dhe bota tjetër ekziston, dhe aty mo realizohet një dije domosdoshme, që nuk duhet mo të mendojsh, apo ta lodhish zemrën për me i besu. E derisa mo ka ndodhur domosdoshmërisht, në atë moment mo nuk pranohet as teubja. As imani, as teubja. Me kon qafir, Zoti na rujt, në atë moment, a besova? Jo, s'pranohet. Njëci faraoni, kur e pa se mbytet, e pa perden e botës tjetër, tha, unë i besova Zotit të Musës, Allahu Teala tha, al-ane, ata shtu kujtu, s'ka më, vakat asajte min qablu. Allahu Teala i foli një dyshmanit të vetë. Por sa fatlum ti është të të fole Allahu dhe të të fole se stakfirullah e ke garantu xhenemin. Allah gjithve një vdekje të hajrit herë e tretë e bëjmë këtë lutje, amin, amin, amin. Thot kështu është edhe pikpamje mezhebit Hanefi, Maliki, Shafi edhe disa Maturidi dhe Esh'ari. Do me thënë, shumica e hlisunetit kështu beson. Përderisa nuk qilen perdet e botës tjetër, teubja pranohet, se Allahu Teala ka thënë, është Allahu i cili huwallazi yaqbalu at-taubata an ibadihi. Allahu është i cili i pranon teubet e robëve të tij. Po normalisht ka vu kushte dhe kritere Allahu, përderisa i besojsh gajbit. Thënë, ki e mundësi ta mohojsh apo mos e mohojsh. Të bësh gjynafe apo mos bësh gjynafe. Se këtu hyn edhe ndo detaje tjera. Themi të zuni smundje që s'ka aman, s'ka shërim, e ne dish se të vdesish. Allah i na rujtën e piksaj. E tash i kje do gjunafe, ke mund bëjsh teube, tu pas mundësi ta bëjsh atë gjunaf dhe nuk ke bë teube. Tash jenë shtrat, ama trunit punon, zemrat punon, së në bëjsh asë një gjunaf, do djeta thunë edhe në këtë gjendje nuk pranohet teubja, se mo ka ra hikmeti i sprovës, taj nuk dhe sprovohesh me atë, nuk dhe sprovohesh me atë. Neve ta sprovojme me lloj-lloj gjunafesh, me lloj-lloj gjunafe sprovojme, elhamdulillah pse i hikim, dë shpërblemi, shpresojmë nga Allahu xhelle xhelalu të na shpërblej. Do dietare dhe kështu thuin. A ke mund vend kësaj të pish raki? Ti pish çaj. Kur e pish këtë është mubah. As sevap, as gjunaf. Po e boni niyet, ja Rabbi, çajin e pi me niyet për me i hik haramit, Allahu Teala ta shkon sevap edhe çajin. Kështu Allahu kieve. Veç o punë aktiv ta bëjmë niyetin. Ama kur o zemra e gjallë i bon ato njete, apo kur o zemra e vdekët, pajnë qaj, e ne uj zemzemi me paj bile prap, zemra e vdekët kur është nuk kanë djenja. Mirë. Do me thanë, shkurtimisht thot, përderisa nuk qilen perdet e botës tjetër, Allahu Teala i pranon teubet. Dhe thot, rrëfet një rast tjetër në lidhje me gjunat e mëdha, edhe dersi i fundit ishte me një rast emocional të sahabëve, edhe tash do jetë një mësim i madh nga koha më e shenjtë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Saktësia nuk na intereson, si nasihat, si derse i marrim këto, derisa kalon në për qitape, duhet me i besu. Ama jo të mendojmë diçka keq për atë kohë të shenjtë. Ju lutem tashni. E nëpse kjo me një ders moti na ka kalu, po inshallah nuk u kujtohet që mos jetë përsëritje. Po edhe me kam përsëritje, 99 herë Ebu Hanifja e ndëgjon një mesele, rajnë edhe 100 herë. Hoxha i vetë i thotë, po te 99 herë e ke ngjuar. Ani se cilën herë që e kam ngjuar, një mesazh tjetër e kam marr, duhet 100 herë ta ngjoj. Hoxha më thoshte se kshu bon ato mujtehid edhe imam ler të mëdhenj. Shumë thjesht be xhama. Të bëjmë të sinqert apo mos shtiremi. Unë 99 herë s'u ngjoj dersin e njëjtë. 99 herë as librin e njëjtë s'u lexoj. Unë e kam përkthy vetë shifa i sherifin, s'u ne marr për stretis 4 ta kontrolloj. 2-3 herë më ka kalu pi dore.
Në tash mendoj se e di për menshbe, o gjema ta dini ne lexojmë Kur'an, e ne pse si jemi hafëz, ama temat e Kur'anit i dim. Sa herë që marr të lexoj dhe një faqe Kur'ani, dhe një hatme që bëjmë. A kështu ajeti pas kanë Kur'an, subhanallah. Se cilën herë i harrojsh, subhanallah. Nëse tash dhe lexojmë një ngjarje nga kohët e shenjta të sahabëve dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam është gjallë aty. Tregohet se një ditë Hazreti Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu hyni në praninë e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam duke qarë. Domethënë Hazreti Omeri hyni te pejgamberi tu qajt. I tha pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam: "Ja Omer, ma ju bëkike, pse qajsh?" Tha: "Ja Rasulallah, te dera jot pret një gjaliri." Pi këtu mësojmë edhe terbije apo te pejgamberi dhe hyj Hazreti Omeri. Te gjaliri dhe presish izën e në dëhysh. Ma ka gjek, thot, shpirtin me të qajturat e ti dhe me rastin që do të ma të regoj. Do më thënë, nuk ma të regojnë, po thot, kam një hal, qanë dhe du të kontaktoj me pejgamberin e dashur sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi tha, fute brenda, e futi Omeri radiallahu anhu. Erdi duke qara i djalë, pejgamberi e pyeti, pse qajsh? Tha, ja Rasulallah, më bën të qaj, gjunafi jem shumë i madh. Dhe frigem nga Xhebari qadbane aleje, frigem nga Zoti i madh xhelle xhelaluhu, thon mos të hakmeret, mos më mallkoje dhe mos më marre hidhrimi ati. Tha pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam, ai bën e shirk Allahut diçka? Tha, jo, shirk nuk i kam bë. A vrave doni njeri të pafajshëm? Tha, jo, edhe atë nuk e kam bë. Atëherë pejgamberi tha, pse frigesh? Allahu Taala do t'i falë gjunafet rirahat. Qofshin ato gjunafet tuaja edhe sa ki qielli dhe toka, 7 ka qiell dhe toka. Tha, ja Rasulallah, gjunafi që e kam bërë shumë më i madh edhe se 7 ka qiell, edhe se malet, edhe se malet që i ka kriju Allahu Taala si shtylla. Tha pejgamberi dashur sallallahu alaihi wasallam, a mos është gjunafi jot më i madh edhe se kursia e Allahut? Tha, po është më e madh edhe se kursia e Allahut. Mos është më e madh edhe se më i madh gjunafi jot edhe se arshi i Allahut? Tha, po është më i madh edhe se arshi i Allahut. Pejgamberi përfundi tha, mos është gjunafi jot më i madh edhe se Allahu xhelle xhelaluhu. Pra edhe se falja e Allahut. Ashtu thot, gufran Allah. Edhe se falja e Allahut, edhe se magfireti e Allahut, tha, jo, Allahu Taala e ka magfiretin më të madh dhe më të shenjtë. Atëherë tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, rirahat Allahu do ta fale, veç ma trego gjunafin që e ke bë. Tha, ja Rasulallah, më vjen bare pejte, ja ju kujtohet ky rast. Më vjen turp, ja Rasulallah, si ta shpreh këtë gjunaf. Thot, mos të vjen bare, fol. Pe këtu dalin mësime dhe për ne hoxhallarët. Donjëherë njeri don ta shprehë gjunafin që ka. Edhe kur dhe kallzoja gjunaf si kur delirohet. Jo, mos i kallzojni, as hoxhës as. Ama e shoj se ai gjunaf nuk të lë rahat hiç. E ne mendojsh se do dalish pi dini qafir të as namazet nuk bëhen kabull të kotën e qirishi martume. Hajde kallzoj hoxhës nëse delirohesh. Ama shefe mate se si jemi pejgamber, nuk Hazreti Omeri këtu. Shefe, ajo merr me mend atë ditë, ajo merr me ndjenja, se neve jemi njerëz të dobët. Po ta japim një këshill, po shko me mbajt. Marrish, përfundojsh në burg, hoxhot ngjova taj. Po, ke kujdes, neve me rezerva. Shef si tha, mo e ke vradën një njeri, për gjunafe matë mëdhaja. Shife, po, mas namazi pajte hoxhën. E shoj se ka vizitu hoxhën e për viti flas. Nëse kam vizitu hoxhën Stambollin e atë ditë kom ardh, gjithë dojni fetfa, pyetje, muhabet, gajle. 1, 2, 3 ditë këtu i kalovan të top. Rojoni. Lirisht pyetni hoxha, je merr me nervat të pyes diçka apo jo? E ne me mesazh, ditë ma parashtron pyetjen. Pa et njerë, ku e di shonë në shtëpi aty. Lom bohemi. Ting, hoxho, a është halal kjo? Ta kthejtë një gjevap që në çuditesh, estakfirullah. Apo, nejse, kjo dobësia jonë. Flas për të zbut ambientin, ama ky gjunaf dhe jetë, subhanallah. Qatë që thot Ebu Hanifja 99 herë, 2-3 herë ndoshta e kemi lezu, po shqyqyra Allahu që mos shtiremi, flasën lotët tu e përgatit dersin. Tash rahat dhe flasim se nuk o mirë para njerëzve. Thot, tregoma, mos të vijen bare. Çka ke bo si gjunaf? Tha, ja Rasulallah.
Unë punojsha si nebash. Nebash i vjen ai që vjedh qefin. Profesion ka qenë kjo. Më u çudit në, do kush hoxha unë ku e di gjibëja, po. Unë kom kasino për shembull. Unë jam drejtori i bankës. Unë jam në atë sektorin e bankës. Ç'kjo nebash. Nebash i barem njerin e vdekët e gjvesh. Këto njerin e gjallët e gjveshin, kitë me shpej, me sent, kitë ja marin. Unë isha thot nebash. Për 7 vite kam punu nebashlek kombo. Nebash i kanë qelë varret e njerëzve, kanë vedh qefinin dhe atë kanë shku e kanë shqitë si shtof. 7 vite punova kështu. Derisa një natë, se ndodhin edhe natën xhenazet, edhe varrosjet më para kanë ndodhur, në është ditën. Thot dëgjova se ka vdek një vajzë nga ensarët. Vajza e dëni sahabiu ndoshta o xhamat. Ensar. Shkova t'ja vjedh edhe asaj vorin, do me thënë hapa vorin, t'ja vjedh qefinin. E nxora nga qefini i saj dhe e pash në atë moment cullake. Mu gaboje t'u shkoj diçka keq ndërmend, e ne për këtë njeri që e ka vë këtë gjuna. Se shkatrohemi, hym xhenem. Kontrollonja zemrën. Dhe më mashtroi shejtani. Bona një gabim shumë të madh me atë. Dhe më tha jo vajza, kish vdek ama më foli. A nuk vjen mbare pe divanit të Allahut. Do me thënë pe defterve të Allahut që do t'i nxjerr në botën tjetër. Dhe kur do të marrë ty dhe do të dënoje, dhe të ma ktheje mua hakun se mu më shbën një zullum i madh nga një zullumqar i madh. Dhe më kelan mua cullake në këtë fushën e njerëzve të vdekur. Dhe më kelan gjunube të dal pranë Allahu Teala xhelle xhelalu. Dhe hesht ky gjallë mo çaq. Pejgamberi alayhi salatu wasalam wethebe i vën çka me kthyer nga vendin sekond kështu. Jo ka dal. Kur kthesh me vendin nga trishtimi i madh. Së ne besonte pejgamberi alayhi salatu wasalam se në vaktin e atij mund ndodhe çka gjuna. Dhe unë nervozu shumë. Për një rushua dhe tha hup për jashtë. Ukhruj anni, dil jashtë. Doli ai gjali rit duke qarë, mirë po në zemër kishte një teube shumë të sinqert. Shkoi ka shkretëtirat, nuk hangër, nuk pif asgjë, e as nuk ka flet për 7 ditë e 7 net. Derisa i shkoi komplet takati. Dhe një ditë radë kund u rrëzu, mirë po balli i ra në tokë. S'kish takata sejdë të bëje, po Allahu Teala që ashtu i apru balli t'i bjere në sejdë. Tha, o Zoti im, unë jam një rob i jot. Jam një gjunafqar i madh. Erdha te dera e të dërguarit tënd, ai të më bëje shefat, po kur e dëgjoj gabimin tim të madh më përzu nga dera e tij. Nxori jashtë. Sot erdha ja Rabi te ti. S'kam tjetër shpëtimtar përveç teje. Se habibi jot bile nuk më pranoj. Po ti e ja Rabi mëshirues, shif mos me i hub shpresat. Ti e mëshirues për robët e tu. Nuk kam mo asnjë shpresë përveç teje ja Rabi. Ja Rabi, nëse të ma pranojsh teuben, ma prano. Nëse jo, ma dërgon një zjarr të më djegët që këtu ku jam, dhe të bëhem rrezil në këtë dynja, para se të më djegësh në botën tjetër në ahiret. Erdhi Gjibrili alayhi salatu wasalam te pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam. Tha ja Rasulallah, Allahu Teala të çon selam. Allahu Teala të çon selam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: "Huwa salam wa minhu salam." Ai vetë është selam dhe nga ai vjen selami, do me thënë selamet. Ai është shpëtimtari dhe nga ai vjen shpëtimi. Wa ilayhi yarji'u salam, dhe te ai kthehet shpëtimi, do me thënë këtë shpëtimi është e Allahu. Allahu Teala të thot ty, ta çova ty e një robin tem gjunafqar, dhe ta shfaqi, ta përhapi ty atë gajle që e kishte, e ndau me ty problemin që e kishte, atë gabim të madh që e kishte. Dhe ti e injorove, bile u bone shumë i sert me atë. Për shkak të një gjunafi që e ka bërë. E si dhe jetë halli i gjunafqarve nesër, kur dhe vinë me plot gjunafet mëdhaja sa malet, ti e i dërguarim, për shkët kam dërguën e ty. Erseltu ke rahmeten lil alemin, ty të kam dërgu si mëshirë për njerëzimin për kitë botnat. Dhe vjen i vakët ku do shta këtë gjunaf nuk dhe e bëjnë, ama qatë te u betë sinqertë së ndë e bëjmë o gjemat.
Haj, vallaj, qatë gjunaf nuk e kemi boj, inshallah nëse bëjmë asnjëherë. Inshallah edhe me njerëz të gjallë nuk e bëjmë asnjëherë, elhamdulillah, Allah i na ka rujt deri sot, deri në frymën e fundit. Ama një ditë theja zemrën atij, nesërmit këtij, përlaju me atë, fjalosu me këtë, nënës ktheja fjalën, përlaju me babën, me gruan ofendohu, kësdisu me djalin fajt janë shpull atij, rrethe atë, shaje këtë, fol mbas shpinët të atij, u bon sa malet. E ne teuben sënde e kemi sinqert, kush, a mund do kush i pineve 7 ditë më haje më pije kur gjë. Bëjmë gjunaf më 7 minutave të çaj, pijmë në far teube e kjo Allah i na fal. Nuk e di valla. Ty të kam dërguar si mëshirë për njerëzimin, fe kullil mu'minina rahima, walil mudhnibina shafi'a. Bëu për besimtarët mëshirues dhe për gjunafçarët shpëtues, shafi'an, shefatçi. Wa'fu an zallati 'abdi, falja që këtë gabim robit tem. Fe inni qad ghafartu, se unë ja kam fal li sidqi teubetihi, hatri sinceritetit të teubes që e bani. Pastaj pejgamberi alayhi salatu vesselam i lishoi disa burra nga sahabët. Thanë, shkojni ta kërkojni çat djalë të ri, të ma gjeni, nuk ja ka lëzit gjunafin që e ka bo. E ka bo filani rizili, jo, unë e kam një muhabet me atë, dë shkojni të ma gjeni atë ma bini, pse be hoqo gjika, a ka bo dë njëse, dë njerën e gjemati, be, s'let bo, është be subhanallah, bol, hazër e kemi atë shejtan lajk mbrenda, hoqo, po shqyra Allahit sekrete duhet me i rujt, gabimet e njëni qetrit, gajlet e njëni qetrit, ama në tej vesh njënit kalzojnë, në ukidhme. Ma për në tëtë shtatit shtiremi kurse se dim, a tëtë shtatit e di kemi. Po folbe vla se e dish, e në unë e mbaj vitin, a se shoj se dhe plasi. Ashtu jemi neve. E gjetën atë, në shkretir që ashtu i shtrir. Mendun se është i vdekët. Kur e pan, i gjallë. Besheruhu bil affi. I thanë, myshne, ta ka falë pejgamberi, heqëm të aj. Erdhën të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e gjetën atë, thëmë pejgamberin s.a.s. Tu e falë në xhami namazin e akshamit me xhamat. Mbritën vonë, s'kena tona, ne tu bot gjunafe, nuk të ube tu bot gjunafe të dera e xhamis, unë e djaboj ati dhe thki, e ne hish reqatin e dytë. Nuk e dim cilin reqat, ndoshta reqatin e parë. Akshami tu u falë, lexohet qirat me za, pejgamberi s.a.s. lexon aty Kur'an. Dhe ju lidhen pejgamberi s.a.s. Dhe kjo gjaliri aty. E lexoj surën Fatiha pejgamberi sallallahu. Pastaj elhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Elhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Elha ju mashtroi kum juve et takathur, kjo krenaria, unë kom më shumë, ma para çkët nivel të inteligjencës e kanë, janë krenu ndërmjet viti, familja jonë sa nipa ka, sa djem ka fëmijë, ju sa keni. Hatta sa që shkot edhe në përvarezat i numrojni djemë që i keni të varrosura në familje tuja. Sa një qashtu janë matë, kush ka ma shumë burra në familje. Ndërsa, Kur'ani është aq i mrekullueshëm, flet për diçka tjetër, ama edhe ty ta prek atë telin që e ke atë problematikën tënde. Pejgamberin e kanë ngucë para 1400 vjetë, dhe thot Allahu Teala i thot, e di se ndoshta do të plase gjoksin nga fjalët që i flasin për tyje, ama rirat ne i dëgjojmë ato. Mos u mërzit. Ti e marrish mesazhin e sotshëm pi aty. Ky gjaliri vjen ka bë teube, hatta zurtumul maqabir. Ju mashtroi kjo, pasuria, unë kom ma shumë, sa që shkut edhe varrezat i vizitut. Gjika boki kur ka vizitu varreza. Thot, subhanallah, emocionohet shumë, shifet çfarë teube e ka bo. Fesaha shabu, sajhaten. Pisklojmë me një pisklim shumë të madhe. Në namaz, nga vajtimet e mbrendshme, ku e di çfarë vulkani ka plasma mbrenda, u e sakata. Dhe që aty i rat fikët. Tak në namaz. Felemat e musalate, kur dhanë selam, e mbarun namazin, mendun se kam bet në sejdë diçka tu lut, kur e pan ky gjaliri, ka vdekë, ka dorëzu amanet. U e fara ka dunja, qashtu e da këtë dunja. Me një teube shumë të sinqert, në pranin e pejgamberit, ju përvlu zemra, normal gjunafi ishte shumë i madh, prandaj sot shqyr kështë gjunafe nuk kemi ngju se bohen, ama nuk ka dhe qatë zemra të kthjellta, pavarësisht mëkatit të madh, edhe teubeja tjetë aq e flakt, që menja t'ja gjegen atë moment,
ato gjunafe. Allahume gja'alna min at-taibin as-sadiqin al-mukhlisin. Amin. Allahu im, o Zoti jon, na bëj neve nga teube bërësit, e sadiqin, nga sinqertit, el mukhlisin, dhe vetëm për ty, ja Rabbi, pa përzidën i një tjetër. Amin, amin, amin. Dhe me këtë, inshallah, e mbarojmë këtë ders të parë. Me lena Allahut do mundohemi të vazhdojmë hiç pa ndërprerje dhe pa pauza, të paktën që këtë kitab të bereqetshëm ta lexojmë. Për shifa i sherifin, të premte që i mbajmë derset, edhe pak do presim, kemi do punë renovime. Sen kur do bëhet inshallah, dhe lajmërojmë xhamatin. Allahu ju shpërbleft. Mas këtij në mbas se këtij rasti që ka ndodhur, mas se kësaj hiqajeje, nuk vazhdon më dersi, inshallah do vazhdojmë dersin tjetër, prapë me këtë mesele, se nuk duhet me bë tekfir muslimanin, dhe se pavarësisht gjunafit të madh, teubet pranohen. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.